Folklori janë të dashur miq, ashtu si kostumet tona popullore apo si dialektet e ndryshme, në fakt ka një larmi të pafundme. Dhe për të folur për këtë element kaq të rëndësishëm, me kaq vlerë dhe kaq të bukur të folklorit ton, në studio si gjithmonë kemi dy profesorët e nderuar, që do të nisin tani menjëherë me rubrikën Mozaik Folklorik. I ndjekim. Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Mozaik Folklorik. Përshëndetje dashur zhuz, ku e sjeni toj da zhu, prej mejet bohohukrit si Halet dhe Heloni, me Prishtin shohum tutit si salsa ha në raha hapi. Sot do të flasim të nderuar teleshikues për një temë sa të madhe aq edhe të gëzueshme. Kena pas fort për vizat, që janë hek vizat, Po janë hek vizat. Po dakord janë hequr. A lumë si ne prishani, tash nuk kena nevoj me mor vizat me Artiron. Po jam se s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Sot do të flasim për femrat. Dhe ku I gjejmë ato më të bukura, më të plota dhe më të mira, sigurisht që mbë veri dhe më saktë mbë dibër. Luj vedit. Pore? Po pse shtuar të shosh? Pse shekin femrat më të bukura dibër? Ama nëse ato të jugut mu këtu më kanë ardhur obori dhe ju. Jo. Pore, po. E në përmuar të e femrat më të bukura të jugut, ja të jugut. Ashtu, e? Po. Atë pse juve profesor femrat e veriut më këtu ju kanë ardhur, e? Jo, mu me thonë drejtën ka ardhur që I këtuar të shosh, po. Qa thot të shosh, po ku ka si femrat e veriut të shosh? Jo, ta që e drove, jo? Po e ta fohohu të ortaj. Ashtu e jo, nuk ka si të jugut, lere ta shi. A ka femrat veriut shtu ortaj? E shikojmë, ka? Ku janë veriut shtu brejt? Ha, profesore. Po jugore, kemi? A ka jugoro? Që e ki kines dugut? Ka, profesore. Pra I tërtoj ne njëherë, a ka veriut shtu? Ku janë veriut tërtoj? Më të jena shumicër të Jo, një sekund, ta për një pyetje. Po shqiptarët ku janë? Shqiptarët? Profesore, nisi. Kjo të regor të shosh, se më kone sa një hiberisht nuk ka kështu përzidhje. Dakor, lere fare, të shpjegoj profesore se si janë femrat e jugut. Po si shekin, mor të shosh, si shekin femrat e jugut, Po e di si janë, mo profesor. Po si janë, se si janë matë majra si tonë. Po shala na, mo profesor. Po beli na, mo profesor. Po gjoksi na, mo profesor. Po buza na, mo profesor. No. E po shke, më lere të ngrej femrë sa më lartë. Nuk ka ku shka baba, se nuj bo. Qo të shi. Lere fare, me temën e femrave tani do të kalojme tek shpjegimi I mësimit, tek shumësi edhe njëjësi. Më dëgjoj me vëmendje profesore. Një natë I zjartë me një femere, qa? Ofshama. Jo! Jo, profesore. Trëgume. Jo, Po qa sheke nërto? Një natë I zjartë ca nitë të zjarta. Po profesor. Hore. Po shke këtu. Hori ta shi. Po një umbri. Dëgjoj këtë tjetër. Po. Një femere me mini, ca? Zhepa bosh. Që lidhje ka prej, profesore? Ka shku metri katrori shalës bashtrej se shpaja blokër të shesh. Mobre. Lere fari, kalujme mirë të këfjalia. Në atë fjalisë të nderuar teleshikuese, do të kuptojme për caktorin. Gjojme vëmendje fjali. Po shtore, profesor. Arta u bë... Prap në hartën. Po, hishtë të për shasoj, orta. Të lutem të gjoje. Shtobre. Arta u bë kryetari e gruasë. Qfarë u bë Arta? Krekurv. Ori, profesor! Kam shumë, bre. Hek, bre, do për I shasoj ortës. Të lutem shumë se jemi në emisionë. Po shke këtu, bre. Po të lutem. Po, bre, të nderuar teleshikues më të gjoni. Qfarë u bë Arta, u bë kryetari I gruasë. Kryetari I gruasë për caktori. Po, bre, së gjotë si bjefështo me shto. Folklorin. E ju, gjotë. Dakord, do të shikojmë folklorin e devollit për femrat.
në këtë mahallë dy çupka na janë. Njëra është e zmerkë, tjetra është e bardhë. Si t'ja bëjmoj nëne, këtë marrë më pare? Apo e zhobi bërë të dia? Ahu! Vini fare! Po jo, të që ju s'kejti gjobre, ne kejnë ashtë të Folklor! vërihu të Po ta t'jojmë? Jo. Po? Ha mori qki, urdo. O bujnuse, dilëm shkall, Po? helm ka dalë që jë shalë. Si se kjo e fundi mu? O bujnuse, del në shkall, helm që t'ka dalë që jë shalë. Po, vazhdo. Nuk vazhdo bo. Pse? A doli shala. Doli. Bol bo, s'kesha shef bo, bol bo. Bëjve, bëjve. Të nderuar të rishikuesë, ky ishte mozaik folklorike dhe për sotë. Falim nisë. Publicitetë!